Alo, përshëndetje, kush telefonon? Ka sobë shkojnë baklavat. Për pes nuk e di veç njona 35 euro, ke një e vogël me 35 sopa. Edhe unë jam të baklavat, vëllaj, se vizitat e këto dyshysh. Faleminderit shumë, Për faleminderit më shumë. shpork, me ty jam. Tregom, a i blene, a i gatune. Unë për veti i porositi. Edhe unë njejtë. Më pëlqej kjo. Shka në Prishtinë. Mirë, tregom, tash, tregom seriozisht, i the se i porositni. Po, Po, cën e preferon ti më shumë? klasika. Klasikën. E preferon me gatun shtëpi, dikush më ta pregadit, apo gjithmonë me porosit? Good question. Ma mërmenja që tash, qysh me thonë, si nonat që e bojnë, Po. si mama tona se vën kërkush. Po. Kështu që i shkojnë nështë e shpis, gjithmonë e shpis, po. Baklava për ty the që e bën veçantë festën e Bajramit. Tregom, gjatë ditëve tjera, të vitit, pregaditni kështu jashtë ma festës kështu apo vetëm për Bajram? Sepse për mu kështu ndodh. Unë personalisht i kam të restorane ku e di që kanë baklavë kështu Po të mirë, pjesë po. menus, edhe kur të merr malli, ja boj vetit Bajram qështu. Mirë ki, edhe unë ashtu ja preferoj zakonisht kur mos e zi me pregadit paktën. Po për ty e kom një pyetje të mundet, ama mirë pregadit baklavën gruaja apo nona? Gru nuk kam. Okej, s'po vlej ka, pro nona u kry. Mami është baba për saj për këtë kuzhinës. Baba. Mirë, i thu nonës me pregadit baklava. Hajde. Ju përshëndet shumë. Edhe ne ty. Kjo gazetarja, kolega jote i pas ka bo flok të zeza. Cila? Po, Sepse dyjat. Unë i kom bo. Dyjat. Është cila? Kjo që do të me jetu shnet shumë që dha ma herë. Argnesa. Faleminderit shumë. Adi ju përshëndet. Tung, Zonë fije për flok se prej kur ka fillu emisioni.